Kryeministri Edi Rama në një dalje në rrjetet sociale këtë të martë ka folur lidhur me paketën e maleve për të cilën protestuesit kanë kërkuar edhe shfuqizimin. Rama është shprehur se paketa e maleve është gjëja që ju ka munguar njerëzve që kanë të drejtë të gëzojnë pronën e tyre dhe ta kthejnë atë në një burim mirëqenie. Mëtej Rama theksoi se paketa e maleve do ta kthejë Shqipërinë në Zvicrën e vogël. Paketa e maleve është një politik për njerëzit. Është një politik për të drejtën e pronës. Është një politik për të drejtën e zhvillimit të pronës. Është një politik që i shkon për shtatë. Të gjithë atyre që për shumë e shumë vite nuk kanë mundur dot ta kthejnë pronën e tyre në një aset financiar. Ta kthejnë në një titull mbi cilin të shkojnë në një bankë. Ta kthejnë në një mundësi për të vendosur një kolateral dhe për të zhvilluar më tutje, e të tjera. Ndërkohë që shitet në tregun e fjalëve si një tjetër akt tradhtie. Kjo Zvicra e vogël sipas meje, nuk e di sipas teje, bëhet pikërisht duke i dhënë mundësi njerëzve që janë në male që të investojnë në harmoni me natyrën dhe që të krijojnë mirëqenie pa qenë të detyruar t'i braktisin ato male për të shkuar dhe për të punuar për të tjerët. Copzat të Zvicrës vogël kanë filluar të lindin dhe të tregojnë se Zvicra e vogël do bahet malet e Shqipërisë. Paketa e maleve është gjëja që i ka munguar njerëzve që kanë të drejtë të gëzojnë pronën e tyre dhe ta kthejnë atë në një burim mirëqenie. Në fjalën e tij Rama nuk la pa përmendur edhe protestën që po zhvillohet për më shumë se 50 ditë në Tiranë, teksa nuk la pa shenjëstruar edhe opozitën. Ai bulevard është shumë qartësisht i ndarë, për mua të paktën, sepse është i ndarë për historinë. Historia e flamingove është historia e Shqipërisë së re. Ndërsa historia e sorrave dhe e korbeve që e kanë marrë peng përfundimisht e kanë kthyer në një shëmbëltyr simetrike me jashtënxjerrjen e asaj opozitës që tani stihet më ku është, nuk ka asnjë lidhje me historinë e të ardhmës së Shqipërisë. Është vetëm e shkuara që vjen në forma shumë të rrezikshme dhe shumë të shqetësuese po të shohim historinë. Ekstremet e majta dhe djathta që vinë për të sjellë më të keqen për një vend, përmes sharlatanësh, përmes delirantësh, përmes ignorantësh dhe përmes dështak zëmrakësh të pangushtueshëm. Janë dy histori të ndara. Shumë respekt për flamingot, që më kanë mësuar shumë dhe më kanë bërë të mendoj thellë. Ndër të tjera, kryeministri theksoi se paketa e maleve do të jetë një histori suksesi e Shqipërisë, duke u dhënë mundësi edhe emigrantëve që duan të investojnë në vendin e tyre.